نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: Lillahi l-asma'ul husna fad'uhu biha. Allahu i ka emrat e bukura, me këto emra ju ta luteni ata. Sot do të flasim për emrin e Allahut El-Hayy, i gjalli, i përjetshmi. Ky emër është përmendur në disa ajete të Kur'anit. Një prej tyre është Allahu la ilaha illa huwa al-Hayy. Allahu është një i vetëm, nuk ka zot tjetër përveç tij. Ai është i gjalli. Çfarë nënkupton ky emër i Allahut subhanahu wa ta'ala? Nënkupton se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka një jetë absolute, të përkryer, e cila nuk ka fillim e as që ka mbarim. Asaj jete nuk i ka parapri asgjësia apo ajo që quhet mungesë, as që ka fund dëshuarje. Kjo është cilësia e Allahut, të cilës nuk mund t'i vishet asnjë mangësi e asnjë gjë e cila e bën atë më pak të vlefshme. Kjo jetë e Allahut subhanahu wa ta'ala është jetë e cila na bën që ne të adhurojmë dhe të madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Jeta e tij nënkupton se cilësitë e tjera që i ka Zoti i gjithësisë janë cilësi të përkryera dhe të plota dhe absolute. Sikur për shembull dituria e tij, mëshira e tij, fuqia e tij, ajo që quhet rahmeti i tij. Ajo që nënkupton ky emër është që ne si besimtar duhet të përulemi para madhërisë së Allahut dhe të adhurojmë atë. Allahu në Kur'an thot: Huwa al-Hayy alladhi la yamut. Ajo është i gjallë, i cili nuk vdes. Ajo është i gjallë, i cili nuk ka fillim e as që ka përfundim. Në ajet tjetër Allahu thot: Tawakkal 'ala al-Hayy alladhi la yamut. Mbështetu tek i gjalli, i cili nuk vdes asnjëherë. I cili nuk vdes asnjëherë. Ai besimtar, i cili e ka kuptuar ashtu si duhet këtë emër dhe këtë cilësi të përkryer të Allahut, është ai i cili i nënshtrohet, e madhron dhe tërë ibadetin dhe çdo vepër me të cilën madhron dikë, ja drejton Allahut subhanahu wa ta'ala. Për i veprave të mira të cilat mundemi të bëjmë me emrat e Allahut është edhe duaja, është edhe lutja. Allahu në Kur'an thot: Huwa al-Hayy, la ilaha illa hu. Ai është i gjalli, nuk ka zot tjetër përveç tij. Fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Dhe ju luteni Allahun, e ka përmend këtë emër, i gjalli, i cili është ai i cili jep jetë, i cili është ai i cili merr jetë, i cili cakton çdo gjë, furnizon, udhëzon apo e drejton gjithësinë. Ai është i vetmi të cilët ne kemi leje të drejtohemi në lutjet tona. Kemi drejt të adhurojmë, kemi të drejt të madhrojmë dhe para tij të përulemi dhe sejdë t'i bëjmë. Fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një lutje në të cilën kërkon prej Allahut që ta mbron nga devijimi, nga lajthitja, e ka përmendur emrin e Allahut El-Hayy. Thot: A'udhu bi izzatika anta la ilaha illa anta. Kërkoj mbrojtjen tënde, me madhrinë tënde, o Allah, o Allahu im, ti që i vetmi Zot, që meriton të adhurohet, la tudillani, që të mos më çosh në lajthitje, që të mos devijoj nga rruga yte e drejtë dhe të mbes vazhdimisht i përkushtuar në ndjekjen e asaj që ti e ke shpallur në Kur'an dhe që e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: Antal hayy, ti je i gjalli dhe nuk vdes asnjëherë. Wal jinnu wal insu yamutun. Dërsa gjinët edhe njerëzit, të cilëve fatkeqësisht ka njerëz të cilët ju drejtohen me adhurime, me lutje,
janë ata që vdesin. Juve ju kujtohet shumë mirë, të nderuar shikues, rasti i vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që vdes, Hazreti Omeri radiallahu anhu e shpreh atë se nuk ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mundësi që të vdes ky njeri të cilin e ka dalluar Allahu subhanahu wa taala. Dhe Ebu Bekri e kupton se sa situatë delikate është kjo. Dhe del para njerëzve ju thot: o ju njerëz, ata të cilët e kanë adhuruar Muhamedin, le ta dinë se Muhamedi ka vdek, është i vdekshëm. Është për atyre të cilëve Allahu ka caktuar vdekjen. Dërsa Allahu, kush e ka adhuruar Allahun, le ta dije se Allahu është haj, la yamut, është i gjallë dhe nuk vdes. Allahun e lut që të na mëshiron, që të na udhëzon në këtë ditë të bekuara të Ramazanit, na udhëzon në rrugën e drejtë, të na bën prej besimtarëve të tij, të përkushtuar në adhurime dhe të cilët e madhrojnë dhe adhurojnë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.